parë është e pa drejt me opërzi shtetin ton, shtetin nam Shqipërien në këtë qërim hesapës mes Kurtit dhe zonës Osmani. Pra Kurtit dhe zonës Osmani, jo zonës Osmani dhe Kurti, është e pa drejt është e tërshme me përfshin kryeministin Rama edhe zonën Seropali që ishte këtu në vizit me jo dina ishte në vizit të nesme të bon rikonfigurimi qeverisë shqiptare atje. Seropali, po, me propaganda pse është këtu tash të jo. Është një lirë Dardan, njerëz kanë drejt të japin dimensionat ndej këtej. Po kjo është lufta hibride që vetë e bën pushteti. E akuzohen kritikët që po bojnë luftë hibride. Zona Osmani në rrugtim, unë kam shumë vrejtet Ishin dhe gjërat që i pranoj publikisht, si është e mundur një presidenti. Më te, ne s'kemi dëgjua la akoma. Do dëgjojmë tash edhe më shumë. Të nxjerrin gjithë kompetencat e komunikimit. Absolutisht. Jo e dini për mu ka qenë shumë unë janë dy momente për cilat ne kam ditë që zoti Kurti nuk ka me fol zonën Osmani vetëm ka me prit momentin. Një, e kalune zonës Osmani në raport me zotin Kurti në momente kur ai thet Chavez Maduro. Chavez po, para se të hymë të me të, po. Nuk e fal zoti Kurti. Por do bëj bashkë me të pak me votë. Kjo është. Për interes votash, vëse. Po, absolutisht, për interese puro personale, jo me i sjell të mira. Se kjo tash po dëshmon, se nuk i sjellën të mira ky binomi Kurti Osmani. Se po në diçka që ka pas zoti Kurti në dorë, edhe zonja Osmani, që shoqënia jonë ndër shekuj do të ishte mirë njës. Ka qenë momentumi këta me vendos standard madh politik këtë vend. Standard për të cilin njerëzit nuk ka nevojë me u bë as servil, as paçavër, as legena me emrri atë çaj takon. Nuk e bën. Jo e dini zoti Kurti secili që e ka shoh, e ka bë zoni Osmani e ka shoh, ka bë president. Zoni Basha e ka shoh, e ka fyë, ka bë kryekomendar. Armend Muja ka shoh, e ka fyë, ka krahasu më të keq se listën se herbe, e bëri deputet, e bëri tash ministër. Domethënë zonjën kryesore është e njëjta. Llogarit çfarë, edhe këta çapo i përmendi. Këta një ditë kanë me pas votin e zonës Osmani me Kurti.